unë menoj që mund të justifikohet opozita me këtë pak që se lam me bon pushtet, po para votusit, para trupit elektorat del keq. Sepse ti dush me lan me bon pushtet, po me sfidu qatë pushtet. Po problemi është që unë e kam një lexim krejtësisht ndryshe pse kemi shku në zgjedhje, sepse Albin Kurti s'don institucione stabile në vend. S'don sepse ju e dini, nol edhe natyrë që ose natyrë edhe nol, që Albin Kurti e ka një marrëveshje të zotume. Dhe ato nuk don me zbatu, sepse i ka thonë dikush i meqëm po get që e ka shkretu. Unë menoj që marrëveshja është qajo që ka qenë prej 2010-ës. S'ka ndryshu kur gjë. Kur gjë në pika trosha marrëveshja në dialogun e Brukselit dhe të urit nuk ka ndryshu. Është qajo. Mërë maket se... Tash varet për interpretive. Ju që jeni në opozite, interpretoni që unë makeq, unë që jom besoj sidomos në aspektin ndërkombëtar. Unë menoj që është e njëjtë. Është qajo. Që aty ki me ardhë, herë do kur, por, pse me ardhë sot, të kom me mojtë pushtetin pas fidu kërkush, e mus me ardhë në është atë të qajo pikë mas 10 vjetëve. Se politikanëve edhe partive politike ju e dini që si bëhet vënë, popujt vënohen në histori, jo liderët, jo politikanë. Shoqënit vënohen në histori, shoqënia jonë po vënohen në histori, për këthene në monedhë, kohën e humbën. Do mon 2013 o marrëveshja po, 2026, 10 vjetë, për këthene në pare. 10 vjetë, ka 4 miliard, që pas bugjetit të unë po shkoj, ma ullë, sa për i bjenë, 40 miliard. Kjo euro, 40 miliard euro është humbje Kosovës. Mos flas arsim, shkencë, kulturë, mjekësi, shëndetësi këto tjera. Okej. Dyqysh të ju, mu më pëlqen kritika parimore, po parimësia te për ju bon ma vetëvendosje se vetëvendosja, sepse ata ka njës me lëshu për, ju s'pëlqeni për. Tash problemi që shtu s'poku, unë e ju qo. Ku pëlqojnë për ata? Dhe në këtë situatë, ju e dini që autoritarizmi populist ose populizmi autoritar nuk mundet me u mujt pa opozit bashkume. Albin Kurti po thot që kjo blok opozitar, se po mbon blok. Ju po thoni, unë në vërtet se ju jo, po ju po thoni, unë po thom që kjo so blok hiq, sepse janë grupe politike rivale në Medveti. E ju tash vend se me luftu me opozitën kundër autoritarizmit, që e quni edhe ju në mund po luftoni me pushtetin kundër opozitës. Jo në kuptimin që pe ndihmoni Albinit, po në kuptimin që nuk po leni me u bo një opozite bashkume. Këtë vendet ku ka autoritarizma, opozita bashkohet. Që sheshjeni ju? Ose shkatrohet.